Policia ka zhvilluar një operacion sa i takon aksionit kundër zaptimit të hapësirave publike dhe ndërtimeve pa leje. Në pranga kanë rënë 5 inspektor të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Tiranë, pasi lejuan ish-deputetin e Partisë Socialiste, Vladimir Kosta, të abuzonte me lejen e ndërtimit në zonën e liçenit të Farkës në Tiranë. Të arrestuarit janë Gjergji Male, 38 vjeç, Krenar Rexhepi, 48 vjeç, Aldo Dubi, 35 vjeç, Odise Cenaj, 41 vjeç dhe Endri Dervishi, 32 vjeç, ndërsa u procedua në gjendje të lirë inspektoria ED, 35 vjeçe. Ndërsa janë shpallur në kërkinë edhe 3 inspektorët e tjerë të cilët akuzohen se me veprime dhe mosveprimet e tyre kanë lejuar ndërtimin pa leje të 3 objekteve në këtë zonë rezidenciale. Gjithashtu u bë i mundur edhe arrestimi i drejtueses teknike dhe inxhinierit Bianca Xhumari dhe Ridvan Gjikoljai. Kosta u paraqit në SPAK në shkurt 2025 në lidhje me hetimet për dosjen e ish kryebashkiakut Erion Veliaj dhe njihet gjithashtu si pronar i pallatit Sky Tower në Ish Block, ku ndodhen zyrat e OJF-s Harabel të bashkëshortes së Veliaj.